Jemi në studio dhe jemi me një lajm të fundit. 4 policë të lënduar janë gjatë arrestimit të një 45 vjeçari në Samadroj, në Suarek. Jemi drejt për drejt me policinë e Prizrenit. Shaqir Bytyshin e kemi, nëse po na dëgjon. Zotri Bytyshi, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj shumë për kohën. Çfarë po ndodh? Cilat janë informacionet për këtë rast? Informacionet janë se me datën sot gjatë ditës me datën 10 valorore 83 që ka pranuar një ankesë nga një qytetar se i dyshuari BK të moshës rreth 45 vjeçare nga Samadroj Suarek kishte bllokuar një rrugë në fshatin Samadroj. Ai kishte bllokuar rrugën duke vendosur shumë metalike të gurirave në tokë dhe të lidhura atë duke penguar çarkullimin e lirë të banorëve të asaj lagje. Me një pas raportimit, patrolla policore ka reaguar dhe ka arritur në vendin e ngjarjes. Datë dërgime që dyshuari ka filmuar kryetar policore me akt të statit në Sik. Po. Policia ka reaguar me veprimin e menjashme duke neutralizuar sulmin dhe duke arritur të arrestojë të dyshuarin. Policët të lënduar janë lëndime serioze, janë lëndime të lehta trupore? Lëndime të lehta dhe jo orgatika. Domethënë gjatë procesit të arrestimit pas kundërshtimit të dhunshëm nga dyshuarit. 4 zyrtarë kanë pasur lëndime të lehta trupore, jo orgatika. A është dashur që të marrin trajtime? 2 nga ata dashur të marrin trajtime, po. Pse është bllokuar? Dhe këtë pyetje kisha, pse ka bllokuar rrugën? Çfarë ka ndodhur me këtë qytetar? A është i njohur për policinë apo si? Po kjo pyetje tjetër është më e rëndësishme. Me qytetarin e fjalë është i njohur për policinë, edhe kemi pas pak edhe 2 raste të mëhershme që ai ka filmuar policinë, dhe 2 raste të tjera vitet më hershme që ai ka filmuar policinë, është një person që ka të meta mendore. Është i arrestuar. Ky është informacioni. Mirë, Shaqiri, falenderoj shumë për këto informacione. Bytyshi, më falni. Falenderoj shumë. Falenderoj, punë të bardhë. Këto ishin informacionet që vinin, pra e keni edhe në Ekspres. Bllokoi rrugën me shufra metalike 45 vjeçari nga Samadroja për plasët me policinë, 4 policë të lënduar. Zotri Bytyshi nga policia e Prizrenit tregoi që lëndimet janë të lehta, lëndime të lehta trupore, ndërkohë 45 vjeçari është arrestuar.